Kombëtarja shqiptare vijon grumbullimin e Barcelonës në prag të dy ndeshjeve të fundit të fazës kualifikuese ndaj Andorrës dhe Anglisë, të vlefshme për botrorin 2026. I gjithë ekipi është i fokusuar për ndeshjen e parë kundër Andorrës, e cila vlerësohet si shumë e rëndësishme nga stafi dhe futbollistët. Sulmuesi Endrit Tuci, në një prononcim për Federatën Shqiptare të Futbollit, u shpreh lumtur për rikthimin e kombëtare dhe theksoi se Andorra nuk është kundërshtar që duhet ndërsuar. Atmosfera më duket shumë e mirë. Gjithë shoqërove me njëri tjetrin, ka harmoni grupi, edhe përgatitjet janë shumë intensive për Andorrën. Për momentin po mendojmë vetëm për Andorrën, pasi të kalojmë Andorrën do mendojmë për Anglinë. Po ja analizojmë shumë mirë, kemi parë disa videot se çfarë mund të bëjnë ata për të na penalizuar ne. Edhe shpresoj që ti dëshirë që ka trajneri ti plotësojmë në fushë edhe mos ta zhgënjejmë. Më e rëndësishme është ndeshja e parë me Andorrën, nuk duhet të vlerësojmë sepse ata dinë të penalizojnë sepse kanë lojën e tyre, është një lojë që nuk i pëlqen asnjë ekipi, të cilët mbrohen me çdo kush që mos besojnë gol. Dhe shpresoj që ta arrijmë ta fitojmë ndeshjen e parë, pastaj për dytën do flasim më tej. Kujtojmë që Tuci është rikthyer në kombëtare, ku shpreson që të ketë më shumë minuta, veçanërisht në sfidën ndaj Andorrës. Nëse do të sigurohet kualifikimin në këtë ndeshje, dueli me 3 luanet mund të kthehet në formalitet.